Pas Koresë së Jugut, kryeministri Edi Rama zhvilloi një vizitë zyrtare në Tokyo të Japonisë. Kreu i qeverisë u prit nga homologja e tij japoneze Takaichi. Pas nderimit të himneve, të dy liderët parakaluan para trupave ushtarak të veshur me të bardha, që mbanin në duar flamujt e Shqipërisë dhe Japonisë, për të vijuar më pas me takimet mes dy delegacioneve. Në tryezën e përbashkët, kryeministria japoneze vuri theksin tek bashkëpunimi mes dy vendeve, si dhe mbështeti ambicien e Shqipërisë për të bërë pjesë e Bashkimit Evropian. Shqipëria është një partner e rëndësishme me të cilën ndajmë vlera dhe parime të përbashkëta. Ne jemi të kënaqur që negociatat e antarësimit të Shqipërisë në Bashkimin Evropian po përparojnë në mënyrë të qëndrueshme. Japonia në kuadër të nismës së bashkëpunimit me Ballkanin Perëndimor do të vijojë të mbështesë fuqimisht antarësimin e Shqipërisë në BE. Shefi i qeverisë shqiptare kërkoi më tepër bashkëpunim mes dy vendeve, si dhe ftoi homologen e tij në samitin e ardhshëm të NATO-s, që do të mbahet në Tiranë. Marrëdhënia Japoni-Shqipëri është një marrëdhënie e cila është e bazuar tek vlerat dhe tek parimet e përbashkëta për botën në të cilën ne dëshirojmë të jetojmë. Me shumë këshërinë e presim që të eksplorojmë mundësi të ndryshme se si mund të afrohemi me Japoninë dhe nga ana tjetër, dëshiroj t'ju them edhe paraprakisht që vitin e ardhshëm në Tiranë ne do të organizojmë samitin e NATO-s. Kam kënaqësinë e veçantë që t'ju ftoj të merrni pjesë në atë samit dhe në fakt, kur të vini, do të jetë edhe rasti i parë kur një kryeministër apo kryeministre e Japonisë të vizitojë Shqipërinë. Më herët Rama zhvilloi takim me Ligën Parlamentare të Miqësisë Japoni-Shqipëri, të kryesuar nga Minoru Kyuchi, ministër për strategjinë e rritjes së Japonisë.